A është rrezikuar ndonjëherë jeta juaj në këto misione? Po shumë Dhe herë. nëse po, Shumë cili herë. ka qenë rreziku më i madh? Shumë herë. Po kanë qenë disa raste, po në du mu nalë të rasti im konkret që më ka ndodhë me 2 mars të këtij viti. Ishim duke ngjit malin Alphubël. Allalin Horn. Allalin Horni është një mal në Valis, edhe ka lartësinë 4027 metra. Aty, du më thonë, për herë të parë, kom ranë në qamje të akullnaja, gleqe shpallë të thirën. Që mund më konë shumë fell. Po, su kom pa fund. Du më thonë, në kom ra dej në 12 metra, se kom pas distancën 15 metra pe i kolegës, edhe në mes e kom pas edhe, du më thonë, dikun 12 metra kom pas një nyjet lidhne, për shkak të frenimit, në rast se tamam si ndodhin këtu, nyjet e nalin, du më thonë, frenojnë, nuk nshojnë me fuqi të madhe. Aty kom ra në 12 metra. 12 metra kera? 12 metra kom ra. A e lëndu? Jo, ka qenë shumë interesant. As një grith kun nuk e kom pas. Aty janë përgadit, du më thonë, kanë ardhë 3 helikopter, se ku kanë lajmëru kolegët si në kun jashtë, si adin e kanë thirë regen, edhe ata e kanë ditë si nuk se zakonisht në këto raste nuk pështon njeri. Po në alpinizëm i përdorim do thanje. E kemi një shprehje, thojmë, duhet me dështu ma shumë se sa 2 faktorë, për marrë dej të një aksident, ose të një aksident qoftë edhe me fatalitet. E përderi sa nuk dështojnë 2 faktorë, atër janë gjasat ma të vogla për... Unë isha i përgaditun, të më thonë me gjitha reglat, edhe kjo edhe më pështoj. Në qoftë se këtu ndodh diçka, larg qoftë, në këto momente që je duke bërë këtë foto, edhe keni probleme shëndetësor, apo ku di unë ti, apo shoku jot, telefonin besoj nuk punon këtu, apo jo, s'ka valë. Apo në telefonet të lartë, unë kam shku në për malit e Alpet e Glarusit. Për emergjenca shka janë edhe se s'ka telefonin rrjet, është i përdorshëm. Për emergjenca është i përdorshëm, ashtu e? Po. Po zakonisht është shumë interesant, se në përmale përpara ku ja kemi nis, me dalë Alpëv, nuk ka pas rrjet edhe qaq shumë. Po kohën e fundit, për shembull, në herën e mram rash 12 metra në qamjet akullnaja. Në 12 metra e kom pas 5G, full telefonin. 5G? 5G. Të më honë, im kun 3800 metra kom ka ndodhë. Unë kam dalë malet e Alpet e Glarusit me helikopter, kom dalë, atje s'punon dhe telefoni. Ja, për para nuk ka pas, tash ka shumë. Aty isha në shpallte. Tash që ndodh, nëse diçka ndodh një aksident, ka mërë në telefon ti, si ndihmon vetë? Regen, zakonisht regen. Sa minuta e duhet, a vjen reka direkt? Po, direkt. A është në dispozicion? Po shumë, për që ta dhe kemi, kjo është një përgatitje edhe psiqike. A din se të nimon, se ti e din. Kum ka ndodhë mua aksidenti mram, si keshën këtu, ka bo dikun 45 minuta marë, po kjo kun tjetër rast. Se duf mu përgadit, dhe më thonë, me ekip mjekësore, me orë të amon të kompletum, se ata e kanë ditë si... Që me ta ndhimin aty në vend? Po. Po zakonisht vinë shumë shpejt. Reka, ata që vinë, janë edhe ata alpinistë, pa janë specializum? Ata janë krejt specializum. Janë specializum, alpinistë dhe ata? Po, ata se vinë janë specializum. Për që ta adin e kemi një, kjo është për psiqik, nimon shumë. Të ndimon kur e din që e ke një person që vjen direkt, është realisht... Po, kur farë problemi. Të ndimon shumë, po, absolutisht. Po më varet edhe kjo, më varet në qëfar mali je, do më thonë varet për i kuhe. Kuha me kune keqe, nuk vjen smunot as rega